Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka dorëzuar në Departamentin Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë aktakuzë kundër të pandehurit IP për veprën penale, nxitja e përçarjes dhe mosdurimit. Sipas aktakuzës, i pandehuri më 3 mars 2025 në afërsi të qytetit Saraçhane në Prizren ka nxitur dhe përhapur publikisht urrëtie dhe mosdurim midis grupeve fetare. Hetimet kanë rezultuar se IP e ka grisur dhe ka shpërndarë në tokë librin e shenjtë të muslimanëve Kuranin, duke shkaktuar mllef të madh të komunitetit islam dhe duke cenuar bashkëtisë ndërmjet grupeve me ideologji të ndryshme fetare, thuhet në njoftim. Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes së aktakuzës i ka propozuar gjykatës që i pandehurit të shpallat fajtor dhe t'i shqiptohet masa trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri, me qenë se aftësia e tij në kohën e kryerjes së veprës penale për të gjykuar dhe kontrolluar veprimet e veta ka qenë e zvogluar në shkallën esenciale.